Ju falenderit nga zemra, një duar trokitje për ta burra gratë të listës të Lidhjes Demokratike të Kosovës që janë sonte me mu këto. Ju falenderit nga zemra për këtë organizim. Ju falenderit shumë. Nderuar qytetarë të Malishevës, mbështetës, veprimtar, familje, punëtor, trinë e treja, zonja e Zotrin, jemi mbledhur këtu në Malishev në një vend që nuk ka qenë asnjëherë vëzhguese e spektatori historisë, por ka qenë gjithmonë pjesa më aktive e saj, një vend njohur për shëndres, vend njohur për sakrificë, një vend njohur mirë për dignitet, një trevë vërtet patriotike, ku fjala atë nuk është përdorur për ndonjë dekor politik, por është mbajtur gjallë me punë, me gjak, me durim, është kënaqësi dhe nder i veçantë jem sot Malishev. Këtu në këtë vend është ditur të luftohet kur ka qenë e domosdoshme, të punohet kur shteti ka munguar dhe qëndrohet drejt edhe kur koha ka qenë e padrejt. Prandaj të flasësh këtu nuk është thjesht një akt politik, është një përgjegjësi morale dhe me përgjegjësi të plot morale po ju drejtohem sonte këtu. Sonte nuk jemi mbledhur vetëm për një tubim zakonshëm zgjedhor, sonte jemi mbledhur për një vendim të madh që du ta marrim, një vendim që ka peshë për jetën tonë politike, për jetën tonë shtetërore e shoqërore në 4 vitet e ardhshme që po na vijnë. Jemi mbledhur në një moment kur Kosova nuk e ka më luksin të humbas kohë as edhe një ditë, as edhe një moment, kur Kosova nuk ka kohë për eksperimente dhe nuk ka durim më për improvizime politike, për përçarje, për ndarje, për politika që merren me të mbrapshtën e jo me qytetarën. Jemi mbledhur pas një viti të plot, të humbur në një krizë të thellë institucionale, e pas 4 viteve tjera të humbura në keq qeverisje dhe 5 viteve ku vendi është lodhur, qytetari është gënyer dhe shpresa juaj është vendosur në provë. Prandaj sonte nuk jemi këtu për lodhjen, jemi këtu për forcën e gjejmë Malishevën tonë, Malishevën e Lidhjes Demokratike të Kosovës. E gjejmë mes njerëzve që nuk janë dorëzuar asnjëherë, por forcën atyre që punojnë, që mbajnë familjet, që rrisin fëmijët me plot mund dhe që besojnë me plot zemër se Kosova do të jetë atë i të gjithëve. Dhe Kosova nuk ka qenë asnjëherë vend i njerëzve të dobët, edhe pse është lodhur e ngarkuar, Kosova nuk është thyer asnjëherë. Ajo mund të jetë zhgënyer, por nuk është dorëzuar kurrë. Dhe pikërisht për këtë arsye, sot e sonte nuk jemi për të ankuar më, jemi për të marrë përgjegjësi, për të drejtuar vendin, për të drejtuar shtetin, për të bërë të ardhmen për qytetarët e Kosovës, përfshirë edhe për ju të Malishevës. Sot në Kosovë kemi një gjendje krize, për herë të parë që pas shpalljes pavarësisë vendi ka mbetur pa funksionim normal institucional. Parlamenti i Kosovës është i bllokuar, vendimarrja shtetërore nuk ekziston, kushtetuta shkelet në vazhdimsi dhe atë hapur e gjykata shpërfillen në tërësi. Dhe shteti është trajtuar jo vetëm si vlerë e përbashkët e të gjithëve, por si një pronë e ngushtë, WhatsApp-i, komunikimeve të brendshme të një rrethi politik. Kjo pra nuk është krizë veç juridike, është krizë e thellë, është krizë e besimit, është momenti kur njeriu fillon të dyshojë nëse ligji vlen për të gjithë barabartë, nëse institucioni është mbi individin apo individi është mbi shtetin. Dhe kur ky besim thyhet, nuk thyhet vetëm marrëdhënia mes qytetarit dhe shtetit, thyhet vetë themeli i pasurisë më të madhe që kemi, shtetit Republikës Kosovës. Dhe ky besim është thyer sot, këtë besim duhet ta riparojmë të gjithë sot. Të mos ndahemi në ne dhe ata, në të ligë e të mbarë, në tradhtar e patriot, kemi vesh një Kosovë, kemi vesh një AD, kemi vesh një republikë, është të gjithëve e çdo qytetari që jeton në të, do ta mbrojmë siç e kemi mbrojtur gjithherë,
do ta bëjmë siç na takon ta bëjmë edhe një herë. Kjo është Lidhja Demokratike e Kosovës dhe ky është ekipi im me të cilin unë garoj sot në këtë zgjedhje. Dhe këto zgjedhje vim me plane konkrete, vim me një kontratë të jetës që qytetarin e trajton mbar e mirë nga lindja tek rritja, arsimimi, trajnimi, punësimi e kështu me radhë. Prandaj e dashura Malishev, më lejoni të nisi premtimet tona elektorale të programit më të përgatitur që ka pas ndonjëherë Kosova me zotimin e plot se për neve fëmia mbetet pasuria më e madhe, familja mbetet shtylla thelbësore e shtetit Kosovës. Sepse fëmia është pasuria më e madhe e familja shtylla thelbësore, kemi vendosur të bëjmë për herë të parë në Kosovë Ministrinë e Mirëqenies dhe të Familjes dhe në këtë ministri për herë të parë për çdo të posalindur në Kosovë, për çdo njeri që lind Kosovë, shteti t'i ndajë plot 2.400 euro për vitin e parë, që familjet ta kenë të lehtë përballimin e nevojave për fëmijët e tyre në Republikën e Kosovës. Kemi paraporë që çdo të fëmije të moshës 3 deri në 5 vjeçare t'u sigurojmë qasje në qelle të reja gjithandej Kosovës e fëmijëve të Kosovës në shkolla fillore në ciklin e ulët t'u bëjmë mësimin tërditor sinor. Fëmijë në shkolla të ushqyer, të mësuar, të përgatitur për të ardhmen evropiane është zotimi ynë. Ai projekt që sot flitet nga secili për mësim tërditor është projekt i realizuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës mbar e mirë në Prishtinë, sikurse kemi bërë në Prishtinë, duhet ta bëjmë edhe në Malishevën tuaj e në Malishevën tonë. Po ashtu, me qenë se kujdesemi për fëmijë, kujdesemi për të rinj, duhet të kujdesemi edhe për ata që e mbajnë shtetin tonë. Dhe për këtë arsye që në fillim kemi parapar rritjen e pakave për të gjithë shërbyesit që punojnë në shtetin e Kosovës. Koeficienti 150 nuk është vetëm një numër, është dignitet i një administrate të fortë shtetërore që ndërton Republikën e Kosovës. Dhe me koeficientin 150, për herë të parë në historinë e Kosovës, paga e mësuesit do të jetë plot 1.000 euro në muaj. Ky është zotimi i Lidhjes Demokratike të Kosovës. 1.000 euro për secilin mësues, 975 euro për secilin infermier, 1.200 euro për secilin mjek bazik, e 900 euro për secilin polic, secilin zjarfeks, secilin ushtar të ushtrisë së Kosovës. Paga të forta për shtet të fort është më pakta se çfarë mund të bëjmë. Dhe natyrisht, nuk i harrojmë e s'do t'i harrojmë as pensionistët e Kosovës, ata që për një jetë të tanë kanë dhënë gjithçka për Kosovën. Pensionistëve të Kosovës u zotohemi se pensionet e tyre do të rriten gradualisht secilin vit, që në vitin e parë pensionet do të bëhen 200 euro, 250 në vitin e dytë e plot 300 euro në vitin e tretë. Ky është zotim i Lidhjes Demokratike të Kosovës për pensionistët e Kosovës. LDK ka plane dhe për energjetik, për atë që Malisheva ka problem tash e sako. E di që s'keni rrymë, e di që s'keni rjet, e di që shteti ju ka premtu tash e 5 vjetë rjet për një rrymë si bazament fundamental i jetës së dinjiteshme, do ta trajtoj personalisht çështjen e rrjetit të energjisë elektrike në Malishev. Ai rrjet do të bëhet shpejt me prioritet nacional që ky region të ketë energji elektrike. Por përveç që duhet të ketë energji elektrike, ne si shtet duhet të ndërprejmë përfundimisht blerjen dhe djegjen e parasë sonë për rrymë. Për 5 vite të fundit, qeveria populiste ka arritur të djegë plot 1 miliard euro para në energji elektrike. 1 miliard euro do të mjaftonin për të bërë spitale të reja, shkolla të reja, qelle të reja, sigurime shëndetësore, paga më të larta e pensione më të dinjiteshme. Central me gaz amerikan në Republikën e Kosovës është akt patriotik e kombëtar.
Dhe mbi gjitha Malishev, ju vatër e patriotizmit, është koha që LDK-ja të kthej rendin kushtetuesve. Shteti nuk drejtohet me teke, shteti nuk drejtohet me përplasje, shteti nuk drejtohet me frikë. Shteti drejtohet me ligj, me institucione dhe me plot përgjegjësi. Prandaj në këtë fushat më shumë se kur kërkohet zgjedhje mes dy rrugëve të qarta, rrugës së përçarjes dhe rrugës së normalitetit, rrugës së improvizimit e propagandës apo rrugës së vetë shtetit, rrugës së zhgënimit apo rrugës së shpresës. Sonte nga Malisheva zgjidhjen e kemi qartë. 1, 2, 3 është numri ynë, LDK është emri ynë, 110 janë kandidatët tonë të listës fituese të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe juftoj ti mbështesni secilin nga ta, sepse vërtet janë profesionist, janë ekspert, janë patriot, janë atletar, janë dashamir të Republikës, nuk vinë për propagandë, nuk vinë t'ju ndajnë, nuk vinë t'ju mashtrojnë, kanë veç një qëllim të vetën, të vazhdojnë rrugën e djathtë rrugoviste për një Kosovë euroatlantike të zhvilluar e prosperuar, si që e kemi merituar gjithherë. Dhe në këtë momente ju ftoj për një duar trokitje të madhe për gjithë kandidatët që kemi këtu të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Votoni secili nga ta si janë të mirë shumë, por sot tunë Malishev ju them se jem bashkëluftar të Fetarudit dhe jem ushtar të general Gzim Hazrollit. Në pritën bara në fitoren e madhe të 28 vjetorit.